të shërbenin si një dekor institucional për partnerët ndërkombëtar, ndërsa rezultati të prodhojë nga patronazhimi, nga frika, nga paratë pista dhe lodhja kolektive. Propaganda u investua me gjithçka mundej që Partia Demokratike të pranonte fundin e saj, të zvoglojë gradualisht, të kthehej në një opozitë simbolike, të menaxhueshme dhe sigurisht të padëmshme. Dhe atëherë, kur shumë kush mendoi se Partia Demokratike ishte në kapitullin e fundit të historisë saj, demokratët bën atë që din të bëjnë më së miri në momentet më të vështira të këtij vendi. Refuzuan të dorëzohen. Në ndrejtimin e kryetarit Partisë Demokratike, zotit Berisha, ne të gjithë u bashkuam në kuvendin e rithemelimit. Që kjo në fakt një përpjekje e pangjashme në historinë politike të Ballkanit dhe të Europës, që bllokoi projektin politik kriminal, i cili synonte izolimin përfundimtar të opozitës në Shqipëri. Pjesa e parë e skenarit ju dojë në duar autokracisë elektorale, që kërkon me çdo kusht vijimin e tij, shndërrimin e Shqipërisë në një vend ku rotacioni të jetë realisht i pamundur. Ajo që ndodhi në zgjedhjet lokale të vitit 2023 synonte zhdukjen përfundimtare të partisë së parë opozitare në vend. Pa vull, pa logo, pa financa, pa minutazh mediatik, por me të vetmin parim që pushteti kriminal i Ramës nuk ka arritur ende ta blejë rezistencën e demokratëve patriot, ne u futëm në një fushat më të pabarabartën në historinë e pluralizmit shqiptar. Mbrojtja e Partisë Demokratike në fakt u njësua me mbrojtjen e vet idesë së demokracisë në këtë vend. Përballë kishim jo vetëm administratën, propagandën e egër, por dhe një model të tërë pushteti që funksionon si korporat e frikës dhe e shantazhit. Edhe pse ne gjithë e dinim, edhe pse unë personalisht e dija se kisha përballë organizata kriminale, përfshirë dhe atë 5D-n, hoqador nga ulësja e sigurt e Kuvendit të Republikës Shqipërisë, për të kërkuar votbesimin tuaj si kandidat në garën për Bashkinë e Tiranës. Ende sot u jam mirënjohës mbi 100.000 qytetarëve që votuan kundër makinerisë së shfrenuar elektorale të rilindjes, jo vetëm për një kandidat, por për të drejtën legjitime për të mos u ndjerë peng në qytetin e tyre. Ato vota faktuan se ne ishim përfaqësues të shqiptarëve që refuzojnë modelin kriminal të një narkoshteti, që refuzojnë shpopullimin, vrasjen masive nga ndotja e ajrit, lëngimin e arsimimit të fëmijëve. Pas të gjitha shpifjeve dhe goditjeve diabolike, monstruoze, që morëm në fushat, unë dhe së bashku ju të gjithë që jeni në këtë sallë e të gjithë demokratët e kryeqytetit. Nuk quam në asë një moment në mendjen tonë faktin që të ndalonim, por përkundrazi, betejën e kishim si një mision për të zhdukur një herë e mirë farën e keqe në krye të qytetit tonë të dashur. Dhe të gjithë bashkë ja dolëm që Erion Veliaj sot të jetë aty ku e meritonte prej kohësh. Zgjedhjet humbën një kuptim të plot dhe funksionin e tyre, por ne nuk u ndalëm, sepse premtimi i rithemelimit që atuja e vetme për demokratët. Pushteti nuk kërkonte vetëm të fitonte ndaj Partisë Demokratike, por ta kthente atë në një relike muzeale të tranzicionit shqiptar, në një simbol pa forcë, një emër pa nerv, një opozitë dekorative që duhet të ekzistonte vetëm si një alibi për fasadën demokratike të regjimit. Në 2020, edhe pse jo me rezultatin që punuam të gjithë së bashku, edhe e kërkuam fakt, sepse garonim përballë një partie narkoshteti, sërish ne në këmbë na mbajti rezistenca. Trokitëm në çdo organizatë ndërkombëtare për të faktuar se në Shqipëri tashmë nuk ka më zgjedhje, por ka farsë elektorale. Nuk ka më program, por ka patronazhist. Nuk ka më vizion, por ka grupe kriminale. Sërish, demokrat, ne bashkë dolëm. Sot çdo kancelari ndërkombëtare është e informuar mbi shtetin kriminal dhe patronazhist të Edi Ramës. Faktet e opozitës tashmë janë 32 kushtet e shtuara